ai 60 mekshi ty do të tërheq, më duhet dhe do të edhe një herë lutem, do marroj. Dhe do të shbëj, do të spurnoj. Kjo është çështja jote. Tani gjot. 64 rregullores, për sa i përket masa e dytë disiplinore për mashtrimeve, gjot. Për ju nuk jeni këtu, nuk mund të bëni dot asgjë me dhunë, as verbale, as fizike, në Kuvendin e Shqipërisë, të paktën për sa kohë që jam unë në pozicion. Mund ta ngrini zërin sa të doni, ju nuk dilni dot me rregullore, nuk dilni dot juaj. Fjala juaj nuk është për procedurë dhe ndërpritet tani me një herë. Shumë faleminderit. Nuk e merrni fjalën me forcë, dot ju kur, asnjëherë. Me forcë nuk e merrni dot fjalën. Dhe fjala juaj nuk është për procedurë. Hiqet fjala. Vazhdojmë me rendin e ditës. Fjalën e ka sipas listës diskutantëve zoti Sali Berisha, i cili nuk ndodhet në sallë. Fjalën e ka zonja Elda Hoti. Zonja Elda Hoti, fjala për ju. Nuk ishte procedurë. Zonja Elda Hoti. Zonja Elda Hoti, do merrni fjalën? Keni fjalën procedurë? Do ta merrni fjalën? Nuk ishte fjala për procedurë dhe ishte fjala e mbushur me shantazhe, diskriminim, fyerje për të cilën morët edhe masën disiplinore vërejtje, sipas nenit 64 të rregullores të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë. Mund t'i bini foltore sa të doni, me dhunë nuk merret fjala këtu është institucion kushtetues. Ju nuk mund të merrni dot asgjë me dhunë. Ju lutem mos ndërprisni punimet e Kuvendit të Shqipërisë. Zonja Elda Hoti, do ta merrni fjalën? Okej, vazhdojmë me listën e diskutantëve. Zonja Bora Muzhaçi. Zonja Bora Muzhaçi e ka fjalën. Mund më hapni nga vendi kryetar? Nuk e liron foltorën, kolegu. Kolegu nuk liron foltorën. I nderuar kryetari i Kuvendit. Se liron kolegu juaj. Zonja Muzhaçi. Përshëndetje nderuar kolegë. Zini vendet të vijojnë seancën, mos prishni seancën parlamentare. Do vazhdoj të flas për një temë që është shumë e rëndësishme. Ne sot po diskutojmë traktatin e markave tregtare. Nuk liron foltorën. Kjo është mënyra se si mbrohet. Të liroj foltorën dhe të vazhdoj normalisht. Dhe japin më shumë siguri si përmarrjeve shqiptare. Në një kohë kur çdo biznes ka nevojë për mbrojtje, ka nevojë të mbrojë emrin, identitetin dhe reputacionin që ndërton me punë. Sepse kjo mark pavarësisht marrjes kartave, kemi plot kolegë që kanë mundësinë të na japin kartën për të vazhduar dhe për të folur, sado që Ju lutem zini vendet të vijojmë normalisht seancën. Ju lutem. Ne nuk po ngret. Ju lutem të dëgjojmë kolegen. Nderuar koleg, pyesni kolegun tuaj që bllokoi foltorën dhe prishi seancën. Në një vajzë tjetër. Merret karta deputetit? Po dhe ti ke pak respekt për ato që ne kurakon, se kemi përku fjalën para te. Dhe po prisnim që të flisnim. 5 minuta pushim. 5 minuta pushim. Pyesni zotin Flamur Noka. 4 dëshmorë demokracisë, Arben Broci, Bujar Bishanaku, Nazmi Kryeziu dhe Besnik Ceka, të lutem pak respekt për 4 dëshmorët e demokracisë së 2 prillit. Ti ndoshta nuk e di, sepse
nuk të lidh asgjë me Partinë Demokratike dhe siç e thon shumë kolegë të Partisë Demokratike, je problemi brenda Partisë Demokratike. Në emër të grupit parlamentar të Partisë Socialiste, sot në 2 prill do ishte në nderin e Kuvendit të Shqipërisë të merrnim edhe 1 minutë heshtje në përkujtim të 4 dëshmorëve të demokracisë, në vlerësimin që u takon në këtë 35 vjetor. Ndërkohë që përkujtojmë me dhimbje dëshmorët e 2 prillit, keqardhja më e madhe vjen nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike që bën zhurmë kur kërkohet 1 minutë heshtje në përkujtim të dëshmorëve të demokracisë. Megjithatë, kjo është degradimi më kuptim plot i asaj që nuk ka mbetur më nga Partia Demokratike as dinjiteti minimal për të respektuar për ata që kanë një kontribut që me jetën e tyre na treguan se si duhet të sillemi. Dhe në përkujtim të 35 vjetorit të 2 prillit, zoti kryetar është një zhurmues i cili prish solemnitetin e këtij momenti të Kuvendit të Shqipërisë, më duhet të hedh pak syt edhe nga 31 marsi i vitit 1991 si zgjedhjet e para pluraliste. Sot pas 35 vitesh është në detyrën e Kuvendit të Shqipërisë që pas 35 vite nga zgjedhjet pluraliste ne të mendojmë se si duhet të adresojmë zgjedhjet në Shqipëri, se si duhet të përmbyllim domosdoshmërisht të çdo reformë zgjedhore në Shqipëri dhe se si duhet të garantojmë që Shqipëria jonë e përbashkët në 2027 të zhvillojë zgjedhje vendore me standardet më të mira, ku të kemi adresuar plotësisht të gjitha rekomandimet që vinë nga OSBE Odiri, dhe si në 2029 ne të jemi gatshëm për zgjedhjet parlamentare, e pse jo, në të njëjtën kohë me zgjedhjet parlamentare të kemi këtu në Shqipëri dhe zgjedhjet e para për Parlamentin Evropian. Nuk ka asnjë dyshim se Shqipëria jonë sot është në një fazë intensive përfundimtare të përafrimit ton me Bashkimin Evropian. Një lloj siç e donte Arben Broci, Bujar Bishanaku, Nazmi Kureziu dhe Besnik Ceka, Shqipërinë si gjithë Europa. Këta 4 dëshmorë demokracisë sot flasin dhe na kujtojnë se si duhet sillemi ne. Se si duhet sillemi përkundrejt këtij momenti historik. Mua më vjen mirë që pas një fushate zgjedhore të 11 majit 2025, ku ju, krau i djatë i kësaj salle, nuk e kishit Europën në qendër të diskursit tuaj politik, që në akuzonit ne se po gënjejmë se gjatë këtij mandati historik të 4 ne do të përmbyllim marrëveshjen tonë të antarësimit, sot vini dhe kërkoni një debat për integrimin. Jeni të mirëpritur. Kur të doni, si ta doni, ta bëjmë një debat për integrimin. Një debat për të parë ku ishim, ku jemi dhe ku do të shkojmë deri në realizimin e vizionit tonë Shqipëria 2030 antare e Bashkimit Evropian. Në vitin 2013, kur Edi Rama dhe Partia Socialiste morën besimin e qytetarëve për qeverisur vendin, Shqipëria jonë nuk ishte as vend kandidat. Kishte aplikuar diku mes fushatës zgjedhore të 2009-s për statusin e vendit kandidat, i cili u përzje me aromën e keqe të një privatizimi të turpshëm
të një kompanie të energjisë elektrike tek një kompani çeke e cila kishte presidencën e atij viti, dhe ndërkohë dy vende tjera, Serbia dhe Malizi përpara Serbia mbrapa, jo vetëm që ishin statusin vend kandidat, po kishin hapur dhe negociatat. Ne ishim akoma në 2013 një vend kandidat. Dhe nga ai moment e deri më sot, Shqipëria i ka hapur të gjithë kapitujt. Shqipëria sot është vendi i parë që kalon nga mekanizmi i ri, që është procesi i barit, i cili është metodologjia e re e zgjerimit për ata që din ta kuptojnë këtë proces. Dhe ky është një provim, dhe i bari si proces është një provim për fazën e mbylljes së kapitujve dhe një mekanizëm i ri që garanton cilësinë dhe qëndrueshmërinë e reformave. Procesi i antarësimit sot në Bashkimin Evropian është një proces i cili bazohet mbi meritën. Dhe është fakt që brenda vetëm një viti të vetëm, Shqipëria jonë e përbashkët, ase majt dhe ase djathtë, ase socialistëve, ase demokratëve, po e gjithë shqiptarëve, ka përmbusur dhe adresuar 92 hendeqe të identifikuara vetëm në kapitujt 23-24 të grup kapitullit themeloreve. Dhe kjo përfshin, pa asnjë dyshim, reformën drejtësi, administratën publike që zot na ruaj se si e gjetëm administratën në kohën tuaj, dhe shtetin së drejtës, ku janë pastaj edhe gjithë pjesa e të drejtave themelore. Zoja e zotërin deputet, pavarësisht klithmave, pavarësisht baltës, sot jemi në një fazë të pakthyeshme të procesit. Një proces që e kemi nisur ne, do ta mbyllim ne. Me Edi Ramën kryeministër dhe Partinë Socialiste, një shumicë qeverise edhe pas 2029-s. Dritaret reale të mundësisë son për antarësim janë sot më të hapura se kur. Konteksti gjeopolitik e ka bërë sot zgjerimin një prioritet strategjik Bashkimit Evropian, sikurse e ritheksoi presidenti i Komisionit Ursula von der Leyen apo presidenti i Këshillit në komunikimin e fundit para Parlamentit Evropian. Vendet që tregojnë progres real, dhe këtu Shqipëria lartësohet si vendi që ka progresin më dukshëm, dhe kjo konfirmohet edhe nga raporti i fundit, qoftë ai i progresit i depozituar në fund vitit kaluar, por qoftë edhe raporti i fundit mbi barin i depozituar nga Komisioni Evropian tek Këshilli ku përfaqësohen vendet anëtare. I kemi dëgjuar edhe me kërshëri se si u orvatët për të festuar se gjoja nuk do të mbahet konferenca, se i bari nuk do të prezantohet, se vendet anëtare kanë disa meraqe. Sigurisht që vendet anëtare gjithmonë kanë pas meraqe. Kush ka thënë që vendet anëtare s'kan pas meraqe? Ne kemi kaluar në faza ku kishte edhe vende anëtare që meraqe s'kishin, po meraqe nxirrnin për arsyet natyrës politike. Kush mendon që të 27 vendet anëtare janë shumë të gëzuara që Shqipëria po bën këtë progres, ndoshta e ka gabim. Por e vërteta është që Shqipëria flet me fakte dhe i vetmi institucioni mandatuar nga vendet anëtare për të bërë një proces vlerësimi është Komisioni Evropian. Unë i besoj raportet e Komisionit Evropian. E fundit, zoti kryetar, se kisha shumë për të thënë për këtë çështje, po ndoshta do ta rimarr fjalën. Sa i përket atyre çështjeve që u than këtu, është vërtet që e kemi bërë një diskutim të tillë, nuk kemi lënë një datë, kishim thënë do ta bëjmë në 2 shkurt, po në 2 shkurt as një pjesë antarëve të konferencës kryetarëve nuk ishin, sepse ishin një vizitë në Shtetet Bashkuara të Amerikës. E kemi shkelur afatin. Ta përfundoj fjalën. E kemi shkelur afatin, padyshim, por jemi në kohën e dur për ta bërë një debat siç kemi dakordsuar dhe i kam komunikuar edhe ministres për marrëdhënie me Parlamentin në respektin e 103 fraksion 1 të rregullores dhe të neneve 18-20 ligjit për rolin e kuvendit në procesin e antarësimit në Bashkimin Evropian. Raporti duhet të jetë sa më shpejt i disponueshëm për të bërë një debat në Kuvendin e Shqipërisë dhe të ecim përpara. Faleminderit.
Faleminderit. Atëherë, një minutë, të lutem. Atëherë, së pari ka një propozim nga kryetari i grupit parlamentar Partisë Socialiste për të mbajtur heshtje solemne, sipas nenit për katër dëshmorë të demokracisë, sipas nenit 7.5 të rregullores, në konsultim me kryetarët e grupeve parlamentare, nëse jeni dakord, të vendosim heshtjen solemne, nëse jeni dakord, kryetarët e grupeve parlamentare, mbajtjen e heshtjes solemne në fund të kësaj pike, pra të pikës së 7 të rendit të ditës. Nëse jeni dakord. Së dyti, Zoti Flamur Noka ju tërheq vëmendjen sipas neni 64 për përdorimin e fjalorit pa përshtatshëm, gjuhë diskriminuese, jo parlamentare. Para se të merrni fjalën, procedurë urdhroni fjala për ju. S'po më kërcet mua, po dëgjoj tani. Se çfarë tërheqti, tërhiqja ato 60 megat atje në kolonjë dhe pastaj hajde tërhiqja gjëra të tjera. Se ato të mbajnë peng dhe për fat keq nga ushtari i Ramës, numri 2 i shtetit, i e shndruar ushtar i vrasësit të Ravik Gurës. Ka gjë më të nevrishme se kjo. Nuk i ka ndodhur kur këtij parlamenti kjo që po i ndodh tani. Tani të flas këtu dhe të përfaqësoj të ashtu quajtën mazhorancë. Personi 009 të flas këtu në emër të popullit të mazhorancë, që është mazhorancë. Toyota Yaris, koordinatori i trafikut të drogës me Toyota Yaris, të flas këtu në emër të popullit dhe të përfaqësoj pushtetin dhe mazhorancën. Ushtari Isuel Qelës të flas këtu personi 009 i cili gjendet në të gjitha dosjet që Britania e Madhe disponon për trafikun e drogës. Të flas këtu personi i cili gjendet në dosjet e Brukselit për trafiqe. Këtu tregon që ju jeni katandisur, jo më përfaqësues popullit, po jeni thjesht band dhe keni vënë krye bandit në krye të grupit, sigur jeni edhe kundërshtet. Ti më vjen keq, ti më dhimbsesh.